Hamdi të konë Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjemati në rumë, Allahu Gjeleshanuhu na mëson gjdo sen që ta bëjmë në mënyrën sa më të mirë. Allahu Gjeleshanuhu dëshiroj që muslimanët të jenë të disiplinum dhe të kenë disiplinë në gjdo segment të jetës. Allahu Gjeleshanuhu nuk e don një musliman që i merë punët shkele shko. Allahu nuk e don një musliman i cili nuk është i kujdesshëm në sjelljen e vetë dhe mënyrën e jetës vetë. Po Allahu kërkon disiplinë në çdo send. Edhe në ushqim, edhe në pije, Allahu lyp prej neve që t'jemi disiplinuar. Dhe Allahu Gjeleshanuhu teprimin nuk e don. Allahu nuk e don një njeri që e tepron qoftë në bukë, qoftë e tepron në pije, qoftë e tepron në diçka tjetër. Dhe Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an, në ajetin 31 të surës Araf, Bismillahirrahmanirrahim, thot: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Thot hani, pini, po mos e teprojni. Se ai thot Allahu pra nuk i don ata që e teprojnë. Pra atë që e tepron, Zoti nuk e do. Jo vetëm me bukë me pije. Në çdo send ai që e tepron, po edhe me muhabet dikush i që e tepron, edhe atë Zoti se do. E tepron me punë, edhe atë se do. Pra çdo send që njeriu e tepron dhe shifet se është e tepërt, më u ka bo bajat më, Allahu teprimin nuk e don. Po don që besimtari musliman të jesë i matët. Sa hati t'i punoje muslimanit. Ta dije se sa është e bollë. Ku duhet t'i vene, ku duhet të frenoje, ku duhet ndalët. Muslimani duhet ta dije kur e ka tepru. Muslimani duhet ta dije ku o bollë. Nuk guxon muslimani të bëti pa kontrollum. Zoti nuk e don një njeri që s'ka kontroll në jetën e vet. Pra hajni pini, thot, po mos e teprojni. E sot ne e teprojmë. Ne xhamat sot e teprojmë. Në hajën pije sot e teprojmë. A ka ana tjetër, xhamat pejgamberi alayhis salam, edhe këtë hadith, edhe Imam Ahmed ibn Hanbeli dhe shumë të tjerë të cilët e kanë komentu, kanë thonë se çket hadith që ta përmendi është bazë e medicinës, është bazë e shëndetësisë, e mjekësisë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, thot njeriu, thot, nuk ka mbush, thot, enë më të keqe se barkin e vet. Pra njeri nuk ka mbush, thot, enë më të keqe se barka. Po thot nëse është, thot, që duhet të ushqehet, thot, ne ta mbushe, thot, 1/3 e lukthit të ti me buk, 1/3, thot, ne ta mbushe me ujë, e 1/3 ne ta lane për frym. Që të mund është marrë frym. Jo ta hash cell një petë, ma se duhet shtrihesh që të marrë frym, se në merë frymë. E ka zonë edhe vendin e frymës. Dënjani duhet të qoje në urgjencë që t'i ndihmojnë se në merë frymë. Qa shumë që i ka hangër. E po kjo, a është shëndet xhamat a smundje? Kjo është smundje, më. Dhe thotë sot, ndër problemet e mdoja nivel botror, ta shu t'i përmendi disa statistika, është obeziteti. Dhe thotë njerëzit të cilët kanë problem me kilët e tepërta. Njerëzit të cilët e kanë tekalu nivelin normal të kilazhës trupit tyne. Kjo është problem botror, jo të ne. Në botë është e problem. Pejgamberi alayhis salam, para 1400 vjetëve, kur s'ka pas njerëzit trash, sepse nuk kanë pas shka të hanë në atë kohë. Dhe xhamat, në vendet e varfta s'ka njerëzit trash. Në vendet e varfta, stresi, depresijat në trashë. Jo, në trash buka dhe e hangë mja vakt pa vakt. Lejat më apet. E hangë mja pa kontrol në trashë. Pse në Afrike, në përvendet e varfta nuk shen njerëzit e cilët kanë problem me kilët? Po kjem problem në Amerikë dhe në Evropë ma shumë. Edhe në vendet të cilët kanë ekonomi të mirë. Aty është problemi ma i madh. A pejgamberi alayhis salam në atë kohën e vetë, kur s'kishte njerëzit që kanë problem me kilazh, pejgamberi alayhis salam prej atë kohë e përmendi se në kohën e fundit, tha, në ahiru zaman, kur dhe vje fundi kohës, pra fundi botës, thot do paraqiten, thot me të madhe njerëzit të cilët do jenë mbi peshë. Kjo shenjë kiametit, jo se janë njerëzit këshit xhamat, mëse ke shkuptojmë hadithin. Po shenjë se u ka afru kiameti, është se me të madhe dëkese në botë problem me obezitet. Dhe sot xhamatin ndërshëm, si pas statistikave të këtyne 2-3 vjetëve të fundit,
do thot 2.5 miliard, pra 2 miliard e gjysëm, prej 8 miliard njerëzive në botë, 2 miliard e gjysëm janë mbi peshë. E sa është numër i madh kjo? Pra prej 8 miliard njerëzive në gjithë botën, prej gjithë njerëzve të botës, 2 miliard e gjysëm janë mbi peshë. Ndërsa 890 milion, afër 1 miliard, janë që kanë problem me obezitetin. Do thot, mbi pesha është deri diku, po në moment kur më nisën bëhet smundje, atëherë kalon në obezitet. E 890 milion njerëzi sot kanë problem me kilët e tepërta, që s'mund do thot në asnjë mënyrë të zbritin dhe shkojnë do thot në për mjek të ndryshëm që të binë zaife së mbinë. 890 milion. A 2 miliard e gjysëm do thot janë mbi peshë, që hala su ka ardhur puna t'i binë bas në për doktor. Prej këtyne xhamat, para mendonja tash 35 milion fëmijë nën moshën 5 vjet. Do thot ndër 5 vjet, hala 1 vjeçar, 2 vjet, 3 vjet fëmija, 35 milion fëmijë në botë që kanë problem me trashësi. E si ka ardhur ai fëmijë të bëhet deri në atë deregje? Prej qumshtit nanës? Jo xhamat. Ai o bo 12 natës hamburger, 12 natës pizë, 12 natës döner. E po tash normal se do bëhet. Po ashtu xhamat, 390 milion fëmijë prej moshës 5 vjet deri në 18 vjet. Do thot janë mbi peshë. 390 milion fëmijë para mendonja prej moshës, do thot 5 deri në moshën 18 vjeçare. Dhe këto statistika xhamat duhet na brengosin gjithve. Si prindër, gjithë duhet jemi të brengosët se e kemi hub kontrollën xhamat. E kemi hub kontrollën e hajës. Ma herët, për shkak këto pleshin të dinë se kur u ka hangër saballëki dhe kur u ka hangër darka. U ka ditë. Dhe ka pas rend shtëpia. U ka ditë se do vihet saballëk, do mlidhen njerëzit, do hanë. Ka pas darkën, është vu darka, janë hunç, kanë hangër. Sot s'ka rend në shtëpi. Sot kur qohët, do thotem 2, njani ha saballëkin 10, njani 12, njani 2. Darkën njani ha në 6 në akşam, njani ha në 8, njani 12 natës. Po tash, mbesi ka hangër darkë, dikush i xhamat e ka bo praktik 3-4 herë në ditë haje. Jo 2 herë, 3-4 herë, 5 herë. A e dini se që këto çka bëjnë bukë, dhe të hamburgera, pizzerit, ma shumë xhamat kanë punë bas 12 natës së ditën. Vetë këto kam bisedu dhe kanë tregu, se ma shumë punë kanë bas 12 natës. Në 4 sabatha ka 3 që vinë dhe porositin hamburgera. 4 sabat xhamat, çka është e boj? Asyfyr hana, dark hana, saballëk hana, çka është e hangër? Njët natës dë shkojmë të marim pizza, njët natës dë shkojmë, po ku dë shkoje? Hajtë saballëk ke hangër, edhe dë punojsh, dë lodhësh gjithë dit, edhe ajo dë bluhër. 12 natës çka dë bëjsh më? Ha hamburgerin në kokë shpine, në gjumë. E çka dë bëhet ai hamburgeri gjithë natë? Çka dë bëhet gjithë ajo pizza gjithë natë në organizmin tënd? Dë bëhet smundje. E ma se valla, sën bi zaif, dalë dë nga rendi pak në për park, dalë nga rendi pak. Po t'ja nga rendën bish zaif, atë qelet apetiti. Për çka nga rendën? Dë shkoje dë bëje sport mase kur t'vije edhe një hamburger tjetër dhe haje. Po ti si do t'bish zaif? Te hangër ma shumë? Ja xhamat. Kur donë bish paramendoj ata njerëzit të cilët nga rendin shkojnë heci me kilometra xhamat për të gjetë buk. Ka njerëzin në botë, s'kajnë buk të hanë, ne ka ona tjetër bëjmë luksuze, ham vakte pa vakte dhe kur s'tahat han. Nuk duhet me hangër kur s'tahat. Xhamatin ndershëm, Allahu xhaleshan në një ajet kuranor thot bismillahirrahmanirrahim, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyan. Ajeti 62 surës Maryam. Thot në xhennet, thot prej mirësive që Allahu do t'ju japë, thot do të kijen, thot rizq, do vuçohet, thot ushqim në sabathët edhe akşam. Shif, edhe në xhennet buka u vif ka diher në ditët, sabah edhe dark, jo vakte pa vakt. Disiplina çka është? Pra ti vesh vetit disiplin, kjo është prej urtësive dhe mençurive xhamat, sepse sot ka bota problem me obezitetin, me këto fëmijë të cilët janë moshës 3 vjet, 4 vjet, ai ka bën 100 kg, ama shumë shpejt, edhe te ne xhamat se si kemi nis shket sistemin e të hangmës pa kontroll, xhamat edhe te ne do fillojmë të kemi probleme dhe të çelën qendra për obezitet,
për që pastaj obeziteti, trashësia shkakton edhe sëmundje tjera, të cilat ndërlidhen me to si niveli i lartë i sheqerit, shtypjes gjakut, dhimbjes së nyjeve, e gjujve, shumë sëmundje tjera të cilat prodhohen, e xhamat duhet pakës bëjmë disiplinë, se feja islame është fe e disiplinës. Vetit pak prishja qefin, edhe do t'i jesh më i lumtur në jetë, edhe do jetojsh pas mundja. Allahu na mundsoft që ne të jemi musliman të disiplinuar në çdo segment të jetës. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.